Djali Nuhit ka ip në kodër më të nalt. Thuhet që ka ip në majën më të lartë që është në tokë. Me ditë të tëra. Dhe ka thonë, janë, ndreqet janë njën. Kur ka ardhur ujë o vëllezër, Nuhi alayhis salam ka thonë, o djali jam hip në nije. Ka thonë, unë kam hip në kodër nalt. Ka thonë, o djali jam, la asim al-yawma. S'ka mos të dikush më mbrojt për Allahu te bareke ve teala. Po kjo kodat që të hip, ku shkon? Ku nalët? Te Allahu xhelal. Po gleber poshtë. O vëllezër, universi. Thotë Sheikhul Islam Dimi ka vesh dikonde, nalt edhe poshtë. Allah e ketë kongrush. Ku i do ik? Andaj, ai i cili adhuron Allahun xhelalu me këtë emër i gjënohet edhe mendja. I gjënohet, andaj ti isha për shembull njerëz që nuk e adhuron Allahun xhelalu, vazhdimisht janë tut. Vazhdimisht thotë, ka me pas krizat mëdha. Shëja ka nisur 500 vjet ka me pas krizat mëdha. Ato shko ti pyetje këto të higjienës komunale, thotë, "Tuj, a keni bisikletë pineve?" Do të boll bisikletë valla. Paksone pak atë haje. Pse? U ndumon qaf. Shikoj vëzë, keni atje lexo për konsumimin. Lexo sa konsumohet në botë. Ushimi shpejt. Në botë, shifra marramense. Shifra shumica e smundjeve vijnë nga konsumimi i tepërt tash. Apo e tash ti krahaso Allahu xhelalu ala kalon neve mutut pikamjes apo piskamjes. Muslimani tutot pikamjes madh, bollok e thot, shumë bollok. E ai çka se ka Allahu xhelalu në zemër thot, s'do të ketë, nuk do të ketë vallahi. Do s'ka se zemra kiç prast. E lutem Allahun që Allahu t'i mbush zemrat tona me iman në Zotin te bareke ve teala.